Qyteti antik dhe bregdetar, i cili synon që të ketë turizëm të qëndrueshëm dhe rritje të ekonomisë nga sektori i turizmit, vazhdon të ketë kërkesa të larta për blerje pronash. Florian Tajiri, administratori i Agjencisë Imobiliare Main Smart, në një prononcim për Adrianet Televizion, tha se zonat më të kërkuara vazhdojnë të jenë ato të Volgës, qendrës së qytetit, vijës së parë dhe të dytë me detin. Nëse flasim për tregun e pasurisë të patundshme në qytetin e Durrësit, mund të themi që si gjithmonë zonat me kërkesën më të lartë vazhdojnë të jenë zona e Volgës dhe zona e qendrës Durrësit, gjithashtu dhe zona, po themi sa më afër detit nga ura e Delani deri në Qerret Kavajës, vija parë, vija dytë me detit kanë gjithmonë kërkesë shumë të lartë. Për shkak, po themi, të kërkesave që janë në rritje, po dhe mungesës së ndërtimeve, po flemi për zonën e qendrës së qytetit dhe për zonën e Volgës, çmimet kanë vazhduar të rriten. Momentalisht, nëse mund të themi një pasqyrë tregut, flasim nga 1200 deri në 1500 euro metri katror. Gjithashtu dhe në zonën e plazhit tashmë është bë, po themi, çmimi mesatar 1000-1100 euro metri katror. Dhe në qytetin ton, hiq zonën e qendrës as dhe zonën e Volgës që flasim për çmime 1200 deri 1500 euro metri katror, vazhdojmë për poshtë pallatin e sportit, zona e stadiumit, po themi që tashmë çmimi mesatar në qytetin ton jemi 1000 euro standard, ka raste pra 1000-1100 euro. Këtu jemi për çmimet mesatare në qytetin e Durrësit në këto momente që flasim. Kërkesa për qira ditore po rriten me përfshirje në objekteve në sektorin e turizmit. Kërkesa është po e njëjtë, dihet që zona e plazhit është më shumë është sezonale dhe kërkesat vazhdojnë për qira ditore kryesisht, por dhe qira fatgjata. Për qira fatgjata zona e qendrës qytetit dhe e Volgës janë dy zonat me kërkesa më të larta, ku çmimet variojnë, pra po themi 1+1 kryesisht nga 300 deri në 400 euro në muaj, ndërkohë që për 2+1 janë variabël, po themi nga 500 deri në 700 euro në muaj, në varësi gjithmonë të investimit që pronarët pra bëjnë. Volga dhe qendra e qytetit mbeten të kërkuara për shtetasit të huaj. Në tregun imobiliar dhe industria e re e qirave ditore, pra individ caktuar, cilat marrin shtëpi dhe i punojnë me Booking dhe Airbnb. Kjo pa diskutim që ka sjellur pra për këto zona që përmendim kanë sjellur një rritje dhe vazhdo të ketë kërkesë për agjenci apo kompani të ndryshme të cilat punojnë në tregun e qirave ditore, të cilat duan të marrin apartamente me qira dhe t'ia japin pra turistëve, po themi, me qirafa shkurtër ose me qira ditore. Donse bumi i tuhuajve që zgjodhen Durrësin për të jetuar dhe punuar ka rënë, shtetasit italian dhe çek vazhdojnë të renditen të parët në kërkesat e tregut imobiliar. Kemi investime në infrastrukturë dhe në turizëm, sikurse vazhdojnë të ketë shtetas të huaj, jo në një numër të madh, sepse atë bumin e madh, po themi, ja dha lufta Ukrainë-Rusi, ku në përgjithësi qyteti jon ju rrit vlera dhe pati një rritje të madhe, por mos harrojmë që tregu i qirave vazhdon me shtetasit italian kryesisht, që janë përqendruar kryesisht zonën e Volgës, por relativisht dhe në qendrën e Durrësit, dhe kjo ka dhënë një impuls për qirat afatgjata, ndërkohë që shtetas tuaj, të cilët kryesisht blejnë për të investuar në Shqipëri, janë shtetasit pra Rus, Ukrainas, Polak dhe Çek. Këto janë, po themi, 4 nacionalitetet komsit me të cilat blinë më shumë qytetin tonë dhe vazhdojnë të kenë interes. Zhvillimi i qytetit bën që të rriten kërkesat për investime në tregun imobiliar, pasi vlerësohen aktualisht më fitimprurse krahasuara me tregun bankar. Sidomos duke bërë dhe investimet në infrastrukturë dhe pa diskutim që pritet pra në vitet në vazhdim që të ketë rritje i tregut imobiliar dhe ato që kanë sy për investim, mundohen që mos t'i marrin lekët pra në bank, po themi, të bllokuar, sepse dihet që në përgjithësi në banka ne kemi një rënje për shkak të inflacionit. Pra nëse në bank fusim 100.000 euro sot, mas një viti ato nuk janë më 100, po janë 95 apo 90. Ndërkohë që nëse ato para i investojnë në pasuri të patundshme, atëherë ato para nuk janë më 100, po mbas një viti bëhen 105 apo 110. Ky është dhe, po themi, filozofia e investitorëve, të cilët ndjehen më të sigurt në tregun imobiliar se sa ti mbajnë parat në bank. Me kërkesat në rritje dhe potencialin që ka qyteti, vazhdon të jetë kërkues në tregun imobiliar dhe kjo reflektohet në çmimet në rritje nga dita në ditë.